Kurdo çfarë thot, rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, urdhoni, protestat dhunshme nga policia për hetimet për korrupsionin. Ja, shikoni e gërsinë ndaj protestuesve paqësor, shife. Ta dëgjojmë pak. This government has taken crime and integrated it into the government. We only need to go back in time to see how many mayors have been forced to leave their seats, how many deputies and ministers to say that crime has been integrated within the governing Socialist Party and has passed into the government. Kto ishin? Po. Pra, jo. Vazhdoj. Reuters është prap. Janë burimet e Reuters. Reuters ka qenë një agjensi tjetër këtë. Shikoni barbarinë e kriminalëve që mbrojnë kriminalët. Asnjë sulm po bëj, asnjë gjë. We are protesting for our future, for our rights. We have no rights of any kind here. The situation here is not normal. This government has taken crime and integrated it into the government. We only need to go back in time to see how many... Vazhdo. Kto ishin? E patë pra. Se çfarë jehone të jashtëzakonshme. Kishte e patë se si disa 10 mijëra qytetar guximtar, qytetar shembullor, qytetar të përgjegjshëm, elit e guximit kombit, dërguar mesazhet më të fuqishme në mbar botën, se ata nuk pajtohen me vjedhjet e qeverisë e Edi Ramës dhe të Edi Ramës, se ata nuk pajtohen me dhunimin e votës, se ata nuk pajtohen me një pushtet të paligjshëm. E vërteta është se në atë bulevard dhe tek ata qytetarët përfaqësoj mbar kombi shqiptar. Njerëz të ndershëm që jetojnë me djersën e tyre, që duan këtë vend dhe të ardhmen e tyre europiane. Faleminderit. Më lindi pyetja teksa ju po prezantonit në fakt imazhe dhe lajme nga mediat ndërkombëtare. Unë vetë personalisht nuk kam patur nevojë të shoh nga mediat ndërkombëtare sepse ndjek çdo protestë tuaj dhe jam aty në vetë të parë. E përjetoj, po themi, protestën, shifrat etj. Edhe pse në mendim